Ku ishte prokuroria ju speciale 20 vjet që i pat këtë mekanizmat ligjor në dispozicion. Asnjë rast nuk e ka pas, nuk është e vërtet, ka qenë unimiku. Ka qenë përgjes deri në 2008-ën. Pastaj prej deri në 2008-ës deri në 16-17 ka qenë Eulexi. Po më kishte që i thoi pas ka çfarë arsim, fal avokat. Dhe prej Po të bëj gahur. Prej 2017 e kthej e ka prokuroria speciale e Junja kompetencat. Ko ma shumë aty një krimet serbe që në në Kosovë. Dëgja, unë kam disa raste, unë pos që nuk po du me bërë reklam, pos që jam avokat i shoqatës tire për drejtësi për raste pura politik, kam raste konkrete tani të njerëzve që janë mra shembull, kam raste në Hajdar Ahmetit, pjesëtari u QQ-s në Koshar, policia tos. Do me të specializuar, a i kanë zbardh apo janë të zbardh ose të politikë në Kosovë? Janë të zbardh. E kam të thotë që prej ofer 500 vetëm pak, ofer 500 fletë që ka qenë raste ka rënë në 21 fletë duke u plaçkit për të kalë fletë. Çka do thotë ku plaçkit në prokurorinë themelore në Pej, ku mbritet kallëzim penal Pej, ish kryeprokuror të tjerë. Pse? Se shteti jon ka qenë asisoj i ndërtuar sistemi drejtësisë ato vrasje jo vetëm që nuk janë hetu pas nuk janë lomo hetu. E nëse eventualisht u dosh me komplikan krejt tjetër mënyrë që me devijatimin për ndryshe policia dhe prokuria në afatën e karta zbulen cilën do vrasje, sidomos vrasje. Mirë po janë kohë disa vrasje që nuk u dosh me projekt aty. E kemi raste Xhemal Mustafa që vran pikë ditës, e kemi raste me pjesëtor të QK-s që vran mas lutë kursi ka hetu. Po kemi raste kursi ka zborgas. Po mirë po aty jam në punë me brendshme por prokuria gjykata ka qenë turn, ata ka qenë pikërisht aty në partive tua që janë kompostuar dhe asnjë rast të shamush raste e Sman Hajdara që vran Pejn deri në banesës, u vra Smet Rasi aj pse s'u zbuluan këto atë ndërsa rastet janë zbuluar në afatën e kohës. Specializuar në ja. Unë besoj që veç keni dërim se kanë mu zbulu çdo edhe kush ka qenë. Çka nëse nuk zbuluan gaz? Po jo nëse nuk zbuluan në foj jo sepse do të dinë opinioni publik. Na ata akuzën ndaj shqiptarit, Recep Selimit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, nuk ekziston asnjë rresht për vrasje politike në Kosovë. Hiç mos u ngotni. Ka dalë. Ata akuzë, ajo nuk kusht, ajo gjykatë. Nëse se kena ata akuzë që po ja, shumë më dënu. Mirë, po ç'ashtu. Nodhëm krime. Ti mos më thonë që kena vjedha me ndaj marketa mos është mirë tek mirë kishëm, po ti ku po din që s'kemi ata akuzë të tjera në proces. Ka dalë diku një 40 vjet ka minimumi 40 vjet ka më zgjat ky proces edhe kanë mu përgjigj. Çfarë rekrutuan ai tjetër gazeti si gjallë 40 vjet. Ane, s'ka problem. Pra, të për gol. Këta 40 vjet si gjallë as ata. Mirë. Ane s'ka lidhje, po edhe ja bëni pyetje tjetër. Ju të dy jeni ish ushtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës? Apo? Po. Jo. Ja, po. Hajt. Po s'ka pasur pa kohë në çat vend ka qenë. Po diunë. Çish mendim vetëm të mos si ushtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës kur Gazmend Halila në për studio televizive i ka thonë drejtorit të drejtorisë politike kriminal. A njeh veten si kriminal ti? Ja, si kriminal. Unë e ke thonë tonë po. Unë më thonë dërmore për bashkë. Ja ke thonë kriminal ti. Unë talshoj video. Mos e talshoj video. Ja. Mas pare. As kur shëndelë do kanë kriminal. Pas vrasjeve politike ke thonë që ndron Hashim thotë që është kriminal. Ç'të veç fjalë fund se komo ti atë krejt. Do të më thonë promotori kryesor vrasje politike, mirë po jo kriminal. Se nuk e kanë kërkuj. Edhe kur të nuk e kanë, se shprehje nuk e thamë asnjë. Gazi i ka ndoshta arsye të veta, po prapë tham e shfrytëzon lirinë e shprehjes, në 40. Po si jurist, edhe si koleg, tash s'me tham le ti demanton, le ti tërheq. Po nuk ekziston asnjë fakt që Hashim thotë që është promotor i ndonjë vrasje politike. E për çka u mojt atje? Hashim thotë që deri me tani edhe deri sot, kur është i pafajshëm dhe s'ka kur asnjë provë deri me sot që ai është inkriminuar ndonjë krim apo ndonjë vrasje politike. Jo Hashim thotë. As Kadri Veseli, as Jakub Krasniqi, as Recep Selimi. E këta njerëz i kanë vrarë murmurim apo? Ata mbesin vetëm në nivelin pretendimit dhe nina jo ofenduar. Nëse më vete, nina jo ofenduar që ka edhe dëshmitar, ndoshta edhe shpjestor të QK-s, që janë të gatshëm me dëshmuar, ndoshta ose kanë dëshmuar edhe më të specializuara, po është çështje e tyre, është çështje ndërgjegjës së tyre. Mirë po, deri me tani nuk Sulejman Selimi ka qenë motive tjera politike, personale, familjare, po nuk besoj në herë që komo mujt Hashim thotë që mu vërtetu që ka marrë pjesë në vrasje politike. Komunikata nuk e besoj atë. Armenia. Dhe është keq për vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës se fundi ka qenë edhe udhëheci vet Gazit. Domethënë ka qenë drejtor politik i UÇK-s. Dhe ky nëse ka pas prova gjatë luftës, ka mujt atëherë po boshtetin, ndoshta më ndërmor mosa edhe vet. Po. Se i ka pas kaloshin në xhik këtu.
Po, edhe sot më kërën gjindë as esh në ata smu, as familja sem, as kërku ju i dini rrethonat, në përcet këmë kalu, ato vetëm se sepse këta në moment që kanë po që po të regon diçka, të kam prit veturat, të kam prit pluma, si kur bresh në... Të kalim pak edhe tek varrimi, ish president që më thoqi që thashe më herët, po në varrim isha prezent edhe vetë që familja e Shari nuk mori pjesë. Ka me ndoni ju për këtë? Unë për veti, familja e Shari është dëmo legjenda ose themeli i moralit tonë kombëtar. Edhe kam raporte personale, sidomos me bekimin. Nuk pajtona, nuk mendoj që ekziston një arsye. Kur fare heq, edhe është në traditën shqiptare, të shpreh ngushëllime shokut, mikut apo e shokut, edhe kur je nështë ju raportet mira, ose ki je prish për interesa nështë tjera, është për veti ponina shumë keq, pse familja Jashare nuk ka shku në vorrim dhe asë në ngushëllim, asë një pjesëtar i familjes Jashare. Nuk e vlerësoj pozitivisht, duhet që familja Jashare të jetë simbol i unitetit, edhe ta luaj këtë rol edhe në pikëllim, edhe në gëzim. Prandaj, sa jam vogëlsia jame, por e kësha sugjeru Baci Rifat, edhe krejt ata pjesëtar madhur, që të shkujnë në ngushëllime, sepse Haxhi Thoçi është baba dhe prindi i Hashim Thoçit, i cili askur s'mund ta mojë se ka qenë dhe është lider i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ish president, edhe e ka shpall pavarësinë, edhe e ka udhëheq Kosovën në proceset më të rëndësishme jetësore, edhe shtet formuese, edhe të lirisë, edhe nuk përsëritet më, nuk rishkruhet ajo. Prandaj familja Jashare nuk ka asnjë arsye të shmanget në rast pikëllimi familjes Thoçi, sepse po krijon shijet e keqe te na që jena rrit e na po ploku me vlerat e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. E i tham Baci Rifat, le të shkoj, le të shpreh ngushëllime, se nuk shohim në asnjë arsye na qena. A ke pa së rast me ndëgju aferën e Klorit Prenta? Çfarë do të thonë? Ato janë i arzakonisht trishtush dhe të pafalshme. Për shembull, çka? Ato i përmenet djalja Adem Jashari dhe fyja djalja Adem Jasharit. Do thot njerëzit nuk i harrojnë. Unë as nuk e përkrah, as nuk e jam shkas, mos shkaj, punë të vetë, është i pavarur. Edhe është në moshë sa dush i ka, sa i ka, dikon 70 vjet. Sepse thua në fjalë thu familja Jashari u la vetë, e ke thonë për shumë studio televizive gas. I kam thënë gjithë. Pse? Çka i kiti familja Jashari se më thonë më herët kush e re? Edhe na, edhe familja kolegut, edhe familja Jashari jemi një gjaku. Prekazi pjesa tjetër si ka kur gjo. Dhe lushtak ata janë torë, sot nuk kanë bënë me familjen Jashari absolut. Na jemi ata, na Halilajt, një pjesë e Abris që ban pjesë kolegu. Ne jemi si ramartu kur jemi shumë tavër, kena pas shumë tanë mes vete. Mirë po ai jo që është lo vet, po nuk di me çfarë fytyre mund me dalë tash njerëz me thonë jemi konstruktiv bashkëfyetar ti